17 prill, të përqafosh Jezusin. Sepse kjo është dashuria e Perëndis, që ne të mbajmë urdhërimet e Tij, dhe urdhërimet e Tij nuk janë të rënda, sepse gjithçka që ka lindur prej Perëndis e mund botën, dhe kjo është fitoria që e mundi botën, besimi ynë. E pare Gjonit 5:3-4. Vëre, ta duash Perëndin nuk do të thotë të zbatosh vetëm urdhërimet e Tij, do të thotë të kesh për të atë lloj zemre që thotë se zbatimi i urdhërimeve nuk është një barr. Këtë thot Gjoni, por pastaj i jep paraqet atë të vërtet në lidhje me lindjen e re dhe me besimin në vend të dashurisë. Ai thot pa ndalur fare, sepse, domethënë, jap se urdhërimet e Perëndis nuk janë të rënda. Kushdo që ka lindur nga Perëndia e mund botën. Prandaj, lindja e re është ajo që imposht pengesat e botës për t'i mbajtur urdhërimet e Perëndis, pa i parë ato si një barr. Dhe në fund ai shton, dhe kjo është fitoria që e mundi botën, besimi ynë. Prandaj, lindja e re imposht pengesat e botës për t'i zbatuar urdhërimet e Perëndis, jo si barr, sepse lindja e re prodhon besim. Pra, mrekullia e lindjes së re krijon besim, i cili përqafon gjithçka që Perëndia është për ne në Jezusin, si ai që na kënaq më tepër se të gjithë, dhe kjo e bën bindjen ndaj Perëndis më të dëshirueshme se tundimet e botës. Ky është kuptimi i të dashurit të Perëndis. Pastori dhe teologu i shekullit të 18, Jonathan Edwards, u përlesh me këtë tekst dhe doli në përfundimin se besimi shpëtues nënkupton dashuri. Dashuria jonë për Perëndin na aftëson të imposhtim vështirësitë që shoqërojnë mbajtjen e urdhërimeve të Perëndis, gjë që tregon se dashuria është gjëja kryesore në besimin shpëtues. Është jeta dhe fuqia e Tij, përmes së cilës besimi prodhon efekte të mëdha. Mendoj se Edwardsi ka të drejtë dhe ka tekste të panumërta në Bibël, të cilat e mbështesin atë që ai thotë. Një mënyrë tjetër për ta thënë është se besimi në Krishtin nuk është thjesht rënja dakord me atë që Perëndia është për ne, por gjithashtu përqafimi i gjithë asaj që ai është për ne në Krishtin. Besimi e përqafon Krishtin në çfarëdo mënyre që shkrimi u paraqet atë mëkatarëve të mirë. Ky është një citat tjetër nga Edwards. Ky përqafim është një lloj dashurie për Krishtin, ajo lloj dashurie që e çmon atë mbi gjithçka. Prandaj, nuk ka kontradikt mes 1 Gjonit 5:3 nga njëra anë, që thotë se dashuria jonë për Perëndin na aftëson të mbajmë urdhërimet e Tij, dhe vargut 4 nga ana tjetër, që thotë se besimi ynë imposht pengesat e botës, të cilat na kundërshtojnë në mbajtjen e urdhërimeve të Perëndis. Dashuria për Perëndin dhe për Krishtin është e nënkuptuar në besim. Pastaj, Gjoni e përkufizon besimin që bindet si ai që beson se Jezusi është biri i Perëndis, e pare Gjonit 5:5. Ky besim po e përqafon Jezusin e vërtet si personi i lavdishëm hynor që ai është, si birin e Perëndis. Nuk është thjesht miratimi i së vërtetës se Jezusi është biri i Perëndis, sepse edhe demonët e miratojnë këtë. Çka mes nesh dhe teje Jezus, biri i Perëndis? A ke ardhur këtu të na mundosh para kohe? Mateu 8:29. Të besosh se Jezusi është biri i Perëndis, do të thotë të përqafosh domethënien e asaj të vërtete, domethënë vlerën e realitetit. Do të thotë të kënaqesh me Krishtin si biri i Perëndis dhe me gjithë sa Perëndia është për ne në të. Biri i Perëndis do të thotë se Jezusi është personi më i lartë në gjithësi për krah atit të Tij. Prandaj, gjithçka që ai na mësoi është e vërtetë. Gjithçka që ai na premtoi është e palëkundshme, dhe gjithë madhështia e Tij që na kënaq shpirtin nuk do të ndryshojë kurrë. Pra, të besosh se ai është biri i Perëndis përfshin mbështetjen e plotë në gjithë këtë të vërtetë dhe të qenë i kënaqur me të.